e buxhetit të shtetit. Dhe kështu po vazhdon akoma, sepse në koncept du ndryshoj konceptin që kjo skem duhet ndryshoj apo jo të mbahet marrë, do më thënë këta mundohen se të mbajmë këtë skem që është. Po kjo ka të reguar efektin që qytetarët janë të pakënaqur nga ato të ardhurat që vjen. Do më thënë nuk e ka përmbushur atë misionin e vetë me këtë ligj. Atëherë duhet të ndryshosh mendjen pastaj. Se derisa se ka plotësuar këta cilat janë rrugët që na shpjen. Dhe rrugët janë të mundshme, se shumë veta më thonë, më përshëm mirë, dakord, duhet ndryshuar, duhet shtuar pensionet. Pa ka mundësi në buxheti i shtetit që të përballojë këtë rritje të pensionet. Lind natyrshëm këtë si pyetje. Atëherë, fillojmë bëjmë 2-3 si thua argumenta për të dalë në të vërtetën. Cilat janë këto? Ti ke një administratë shtetërore teje të fryrë. 28% e të gjithë të punësuarve që derdhin sigurimet janë administratë shtetërore. Ndërkohë, vendet përreth e kanë disa 15-16% e kanë. 15%? Po, 15-16%. Vendi mi prapambetur që ti marrin komshin. Atëre, unë jam për një administratë eficiente, për rrogat larta të atyre që janë, po këto që paguan, dhe më thënë, për të gjendur deda në punë, kë duhet marrë punë, duhet të ndryshojë në psikologji. Pastaj të filloj të ndryshoj ajo piramida e pagesës qoftë të pagave, të administratës shtetërore, qoftë edhe ata që vjen në fund. E para. E dyta, a flasim neve që unë dëgjoj shpesh, po nuk po futem në atë vërtetën që qytetarët, për shembull, mendojnë që fondet vidhen. Nuk po futem në atë, ama në shpërdorim e ka.